Mëngjes dashur, miq të rubrikës tonë Tulipani, mirë se u gjoj e mirë se veti në këtë ditë të bukur maj. Thash, flasim pak për të mirën, për paqen, për dashurinë, për respektin, për ndërgjegjen, që pak kanë çaluar në kohët e fundit në vendin tonë. Me duket mua, po e shoh unë me syrin tim të kronikës tonë, sepse pak ndërgjegja tek njerëzit ka ndryshuar. Po megjithatë, po hapi shembull që përjetojmë çdo ditë secilin nga ne, e keni pa kur del në live një njeri që flet keq, shan, mashtron, bën gjeste të pa jo njerëzore, pas ti janë me mira shikues. Bashkohen 10 mira shikues pas një idioti, pas një njeriu që rrin vetëm duke folur fjalë të dyta, duke shar njëri tjetrin, duke bërë probleme, edhe shkojnë e shikojnë mbi 20.000, 50.000, 100.000 njerëz në live. Kurse një njeri normal që flet për të mirën, për dashurinë, për respektin, për ndërgjegjen, për të gjitha ato që ne na duhen në jetën sociale, po thuash këta njerëz nuk e shikojnë. Pse? Është më mirë të prishim gjithçka që të ndërtojmë, apo është më mirë që të ndërtojmë e të mësojmë brezat tonë me edukat, me sjellje, me ndërgjegje, me rregull njerëzor, të jenë social, jo të jenë hajdut, kriminal, shars, idiot, të jenë në krajin e kundërt të paqes, të mirësisë, të dashurisë, të respektit. Pra, të dashur miq të kronikës sonë, mundoni se në këta 100.000 njerëz që e shikojnë atë gjest, për shembull për të ai njeri që flet e shane për çane, bën gjeste nga më të dytat, prej këtyre shikuesve, asnjë nuk del ta kritikojnë. Palemol i çojnë tufa lulesh, i çojnë buzëqeshje, i thonë bravo. Kjo për mendimin tim duhet parë shumë. Nuk është problemi që të vinë të shohin ata që flasin mirë, se për të folur mirë flasin të gjithë, po është problemi që në rinia jonë, që të rritë tanë, të kenë disiplinën e rregullt, të kenë ndërgjegjen e pastër, e të thellohen në ndërtimin e shtetit të ri, në ndërtimin e një shteti jo korruptor, siç është, po në ndërtimin e një shteti të rregjishëm. Pra, kjo është një pikë çuditëse, një pikë pyetje shumë e madhe, nëse ne të gjithë çka jemi nuk morrim masa për të ndërgjegjësuar brezin e ri. Ju faleminderit, ju lutem të gjithëve ta edukoni fëmin me ndërgjegjen, me pastërtinë, me rregullat sociale të jetës, e të mos i thoni merre pushken, merre kazmen, merre thiken, del atje, je i fort, je kështu. Mos jepni fëmis armën për të vrarë, po jepjeni librin për të lexuar, për të mësuar, për të ndërgjegjësuar, për të respektuar të moshuarit, për të respektuar vetveten vallë të parë, e për të ngritur
jetën e tij në nivele sa më të larta. Ju falemnderit, ju paça gjithmonë, Zoti ju bekoft.